nuk ka pagë nën 1.200 euro për shofer. Dhe për shofer të mjeteve më të rënda, paga shkon 2.000 e 2.500 euro. Flasim për shofer. Kryeministri Edi Rama ka bërë deklarata sensacionale nga panajiri i punës në Athinë, duke ftuar emigrantët shqiptarë që të kthehen në Shqipëri, pasi sipas tij, pagat në vend janë më të larta se në Greqi. Në një nga perlat e tij, Rama pohoi se një shofer në Shqipëri merr 1.200 euro në muaj, një shifër që për këto që jeton në realitet tingëllon më shumë si një halucinacion se sa si fakt. Për më tepër, sipas të dhënave të Instat, paga mesatare bruto në Shqipëri është 77.669 lekë, ose rreth 780 euro. Këtu natyrisht nuk janë llogaritur tatimet që mbahen nga pagat, pas të cilave qytetarëve i ngelin në xhep akoma më pak lekë. Nëse ndjekim këtë logjik, atëherë duhet të pyesim veten, çfarë bari pi Edi Rama, dhe a duhet të pim edhe ne që të shohim të njëjtat rroga që sheh ai, sepse në realitetin shqiptar, një shofer paguhet mesatarisht 400 deri në 500 euro, e në rastet më të mira ndoshta arrin 600 euro. Në të njëjtën deklarat, Rama ftoi shqiptarët që të linin punët e tyre në Greqi dhe të ktheheshin në atë dhe, me premtimin se do të jetonin më mirë. Po të ishte kaq e thjeshtë, Shqipëria do të ishte plot me të rikthyer, e jo me të rinj që radhiten çdo ditë në sportele për viza punën në Gjermani, Itali e Gjetsk. Me sa duket, kryeministri jeton në një Shqipëri paralele, ku pagat janë europiane, mundësitë të pafundme dhe emigrantët mezi presin të kthehen. Por për fat të keq, shumica e shqiptarëve nuk e shohin këtë Shqipëri, ndoshta sepse nuk kanë pirë të njëjtin bar që ka provuar Rama. Prandaj pyetja që shtrohet është e thjeshtë, çfarë bari pini ju zoti Rama, që të kemi mundësi ta blejmë dhe ne, e të kalojmë në delir të gjithë së bashku.